Pranë urës së vjetër të Bunës në lagjen Ilria në qytetin e Shkodrës ka nisur punimet për ndërtimin e xhamisë së kësaj lagje. Në mes dietat të ftuara dhe banorët e zonës ka marrë pjesë dhe kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, Haxhi Selim Uça, i cili ndër të tjerë ka theksuar. Sot në këtë ditë të mirë, në këtë vend të mirë në Shkodër, jemi mbledhur për të inauguruar fillimin e punimeve për një xhami të re, të cilën do ta bëj miku jon, shoku jon, muslimani jon, shqiptari jon, nga një Kryeziu që i shifni është qytetari juaj. Ne kemi gëzim shumë të madh kur të gjithë shqiptarët, biznesmenët shqiptarë, ato që kanë mundësi, që u vjen dorës dhe kanë mundësi të bëjnë xhamia, ne kënaqemi shumë, se këto xhamia të nderuar vëllezër bëhen thjesht për të falënta, për të adhuruar Zotin, për të fituar neve razinë e Zotit, kënaqësinë e Zotit dhe për të afruar me Zotin. Të pranishmit janë përshëndetur dhe nga muftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari. Në të vërtetë sot është dita e parë e një viti të ri hijri. Edhe unë jam shumë i gëzuar që Allahu me madhninë e Tij e udhëzoi zemrën e vëllait ton nga një Kryeziu që në këtë ditë të bukur, këtë ditë të mëndshme, në këtë fillim vit të ri hijri, të nis ndërtimin e një xhamie të re në Shkodër. Xhamiat për herë kanë kënë, janë dhe do t'jenë qendra dhe vatra ku njerëzit edukohen me dashnin për Zotin, me pastërtin e moralit, me vullnetin për të qenë individ të mirë dhe të shëndosh në shoqërinë e tyre. Pas hedhjes së themeleve pranë xhamisë është prerë edhe një kurban. Xhamia e urës së Bunës është duke ndërtuar me donacionet e biznesmenit nga një Kryeziu, ndërsa pritet të përfundojë brenda vitit 2013.